i kanë thonë një personit, s'kam me ta bo halal, ç'kam ke bo? Thëtë, a i më tha mu, edhe pa halalin të ndes, edhe s'manim dhe më thonë. Na themi, a i ka bo zgjedhjen e vetë, edhe thot mu s'manin për ty, nuk t'lyp halal, nuk t'a pagun damin të cilin të ka shkaktu, do me shkuaj me përgjithsinë e vetë për Allahut. Ti nëse e shetë arsyeshme me ja falë, ja falë. E shetë arsyeshme mos me ja falë, mos ja falë. A i normal që ndes edhe pa halalin tanë, se gjithsesi ka me vdekë. E pas të ditë kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu se kush janë njerëzit e falimentum. Ata cilët shkojnë të Allahu me shumë se vape, po e kanë dëmtu këtë, ky s'e ka bo halal, ata kanë nënçmu, këti ka bo zullum, edhe se cilën njeri shkon edhe ja lyp hakin e vetë. Edhe ky pastaj mbetet 0-0. Bile nëse i hargjohen se vapët, njerëzit e tjerë janë ngarkojnë gjunahet këti. Edhe kështu ky, qysh i ka pas kodrat me se vape, i shëndrojnë në kodra me mëkate edhe kështu i falimentum është. Pra ty tash, nëse ta mërmenja me ja falë, në origjinë në themi, ma mirë është me falë, ama jo detyrimisht gjithmonë. Dhe pra ashtu si ty të flenë zamra, qysh me ndonë ti që është më arsyeshme për ty, e kështu me radhë.